këtë të premtë në drejtësia në Kosovë, cilat janë ndryshimet e reja në sistemin gjyqësor e prokurorial. Çfarë planesh ka Agim Kurmehaj për zgjidhjen e konfliktit në mes të kelmendëve e Elshanëve? Meqense se është vetëm 10 ditë që kemi marrë punën, besoj që me marrjen e informatave të duhura, veprimet që do t'i ndërmarrë prokuroria e PS, besoj që nuk do të hezitoj që ato veprimet t'i ndërmarrë. Si planifikon ta zbardhë vrasjen e Elvis Pistës kryeprokurori i ri i Gjakovës? Nuk do të heshtim, nuk do të rreshtim, nuk do të pushojmë se punuari për zbardhjen e vrasjes së Elvis Pistës. Cili nga kryeprokurorët e rinj premton se do t'u ndaloj prokurorëve të pinë alkohol në orar të punës e të drekojnë në restorantet përreth prokurorisë? Nuk do të toleroj çfarë do shkelet sjellje të pahishme të prokurorëve apo ndonjë shkelje dispozitës sa i përket disiplinës. Pse kryetari i gjykatës së Pejës u obligua ta ndaloj duhanin në gjykatë? Kam lëshuar një ordënesë që të mos pihet duhani në lokalet e gjykatës. Dhe në fund dishni rubrikën Policia. Drejtësia në Kosovë çdo të premtë nga ora 22:20 dhe repriza të hënën në mesditë.